Nuk synohet edhe më tej demokracia lokale në kushtet kur do të kemi reduktim të numrit? E kuptoj, në fakt unë jam pro bashkive të mëdha, por dhënjes së kompetencave njësive administrative. Shtimi të kompetencave pse jo të shkohet edhe në ndoshta në zgjedhjen edhe të kryetarit të njësisë administrative dhe dhënje kompetencash, buxhete përkatëse, ofrim shërbimesh në këtë njësi administrative. Pra gjenden mënyra dhe modalitete për ta ose ne jemi paralelisht reforma territoriale, po shkon paralelisht dhe me reformën zgjedhore. Dhe mund të ndikohet edhe reforma zgjedhore për përfaqësimin që në këshillat bashkiak të kemi përfaqësim nga gjithë territori. Dhe të mos përqendrohet se kryesisht ne shikojmë që në gjatë këtij 10 vjeçari dhe këtyre 3 palë zgjedhjeve të këtij që janë realizuar për qeverisjen lokale, kryesisht këshillat bashkiak kanë përfaqësim më shumë nga zonat urbane dhe ndoshta ka zona rurale ose njësi administrative të papërfaqësuara fare. Pra kjo mund ta adresohet së bashku edhe tek ligji zgjedhor.